Mirë mbrëma shikues të nderuar të emisionit Bonton, ja ku po takohemi sërish. Unë shpresoj t'ju gjej mirë. Stafi i Bontonit të njëjtën ishte në komunën e Likovës për të ndjekur nga afër organizimin që u bë nga projekti i ri i titulluar Zhvillimi i politikave lokale dhe participimi lokal i të rinjve në 12 komuna. Për të folur më gjithësisht dhe për të informuar rreth këtij projekti, unë kam të ftuar këtu në studion time Florim Rexhepi, i cili është njëkohësisht koordinatori i projektit. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në emisionin Bonton. Mirëmbrëma dhe mirë se jeta. Florim, unë përmenda jeni koordinatori i projektit. Na trego diçka më gjithësisht për projektin, kush ishte iniciator i krijimit të këtij projekti dhe kur filloi, domethënë kur u themelua? Projekti është, domethënë, iniciativë e dy organizatorëve jo qeveritare, të cilët janë, mund të them, më aktive në Republikën e Maqedonisë. Ideja ka qenë pas formimit të Këshillit Rinor në Kumanov si model paksoj suksesshëm. Qëllimi ishte që i njëjta praktikë të paraqitet edhe në për komuna tjera, kështu që duke i parë kapacitetet të dy organizatave, domethënë është shkruajt projekt i cili kishte për qëllim formimin e këshilleve rinore në 12 komuna në Republikën e Maqedonisë. Komunat, domethënë, janë e përfaqësojnë pothuajse nëse shqyrtojmë në aspektin rajonal, domethënë kemi komuna në Maqedoninë Lindore, në Maqedoninë Perëndimore, domethënë në gjithë shtetin. Projekti është, domethënë, i financuar nga Unioni Evropian, IPA rajonale. Florim, çfarë ka për qëllim ky projekt rinor? Ky projekt rinor ka për qëllim zhvillimin edhe iniciimin e participimit rinor tek të rinjt në këto 12 komuna, ku njëra prej komunave të cilat përfshihen në projektin tonë është edhe komuna e Likovës, ku kësaj lloj organizimi mendoj se krijohen, domethënë, për herë të parë. Kështu që qëllimi i tij është që të përfshijë të gjitha, të krijohet një farë lloj organi apo organizate e cila do t'i përfaqësojë sa më shumë interesat e të rive dhe e cila do të përbëhet nga përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të organizimeve tjera rinore, domethënë mund të qenë grup jo formal rinor i cili ka bën ndonjë aksion apo është mirët me aktivitete rinore, mund të qenë shoqat kulturore, klub sportiv, domethënë organizime rinore të cilat përfshin të rinjt apo kanë punë me të rinj dhe në atë mënyrë mund të dërgojnë përfaqësues të tyre në këtë këshill rinor, i cili do t'i mundohet që sa më mirë t'i prezantojë interesat e të rinjve në komunën e Likovës dhe të krijojë një farë lidhje më të mirë, më stabile mes vetëqeverisjes lokale dhe të rinjve. Në rregull, keni bashkëpunim me organizata tjera, me projekte tjera, edhe nga kush mbështeteni si projekt? Si thash, ky projekt mbështetet, domethënë, nga Qendra për Dialog Ndërkulturor dhe MOFI apo Forumi Arsimor nga Shkupje. Këto janë organizata me më shumë eksperiencë në këtë lëmi, domethënë Qendra për Dialog Ndërkulturor ka qenë edhe iniciuese për formimin e Këshillit Rinor lokal në Kumanov, ndërsa MOFI, domethënë, ka më shumë eksperiencë në atë me formimin e klubeve rinore nëpër Maqedoni. Kështu që eksperiencët i kemi bashkuar, eksperiencët e të dy organizatave dhe shpresojmë që nëpërmjet këtij projekti do të arrijmë që të formojmë disa këshille rinore nëpër 12 komuna, gjithashtu edhe në komunën e Likovës që sa më mirë të përfaqësojmë të rinjt. Do me thonë, tash së fundmi u formua edhe në Likovë, ndërsa në komuna tjera tashmë vetëm se ekziston apo si projekt? Projekti do me thonë realizohet në të 12 komuna paralelisht dhe ka disa faza. Për shkak se në këto komuna të cilat na punojmë nuk ka pas deri tani më asnjë lloj organizimi, kështu që si fazë fillestare apo faza e parë ka qenë aktivitete lokale. Pastaj kemi pas trajnime me përfaqësues të komunave, të cilët janë njoftuar me modelin edhe idenë tonë rreth krijimit të këtij këshilli rinor. Edhe kemi pas vizitë studimore në
Tesaloniki, apo në, po, ashtu. Qëllimi I tyre ka qenë, domethënë, ka pas shpallje të hapur njoftimin e gjitha organizatave rinore në komunën e Likovës, po flas konkretisht, një njëjti proces ka ndodhur edhe te komuna tjera, edhe është formu bërthama apo e këshillit të ardhshëm, I cili domethënë është bërë prej disa përfaqësuesve të disa organizatave, domethënë të cilët kanë qenë të parë të informuar. Pastaj ata më tej kanë pas trajnime, pas trajnimeve kanë bërë aktivitete në komunën e Likovës, gjithashtu edhe në komuna tjera. Më pas është rrit numri I përfaqësuesve, domethënë si kanë bërë aktivitete, si janë informuar, ashtu edhe është rrit numri I përfaqësuesve, kështu që është formuar këshilli iniciues, I cili si aktivitet promovues I kishte edhe evenimentin e ndjeshëm, I cili kishte për qëllim apo evenimentin të ejtën që ndodhi në komunën e Likovës. Edhe në atë mënyrë qëllimi I këtij eventi është normal kyçja të rinjve në aktivitete rinore apo të shohin se ka hapësirë për aktivizëm rinor edhe për ta dhënë mendimin, ta shpreh mendimin, domethënë ekziston një farë organizate, një farë lloj organizimi rinor I cili I ndëgjon nevojat e të rinjve, po njëherët edhe si këshill iniciues e promovon veten që në të ardhmen të ndëgjojnë më shumë organizata tjera dhe të kyçen. Po, sigurisht, Kështu që për të mirën e të rinjve edhe në atë mënyrë sipas tjetër është themelimi I këshillit rinor në cilën do të ketë, domethënë, ditë të rrjedhimit, ku ka për qëllim rrjedhimin, domethënë me më shumë organizata dhe në fund do të mbahet kuvendi themelues në cilën do të rregullohet statuti si dhe forma tjera të organizimit se si do të funksionojë këshilli rinor, do të formojë një plan aksionar. Mirë. Ju jeni në rrjedha, domethënë edhe me ato 12 komuna tjera. Po. Ka pjesëmarrës atje, ka në numër, domethënë ka shumë, edhe sa ka ndikohë për dallim nga sa ka atje, a është interesimi domethënë I mirë? Varësisht tash mund të them se punojmë me komuna rurale dhe urbane. Ajo çka shifet se te komunat rurale është gjithmonë interesimi më I madh për shkak se shumë rrallë ekzistojnë kësaj lloj organizimesh, domethënë organizata të cilat tentojnë të përfaqësojnë interesat e të rinjve, ndërsa tek ato urbane për shkak të traditës që ne kanë organizatat jo qeveritare, ndoshta edhe janë më të njoftuara me këtë më të kyçur edhe ashtu. Po mund të them se komuna e Likovës është njëra prej komunave të cilën me sukses realizohen aktivitetet, kështu që mendoj se jemi shumë jemi të shku me një tempo shumë të mirë. Ju besoni se domethënë ky projekt rinor, ky këshill iniciues do t'i aktivizojë të rinjtë e komunës së Likovës apo jo? Sigurisht, tashmë edhe vetë ishit prezent në evenimentin, kështu që po të se sa ishin të kyçur në komunën e Likovës për shkak të karakterit të komunës dhe mënyrën se si gjendet, domethënë është komunë rurale, gjithmonë ka qenë sfidë që ta gjejmë alternativën apo mënyrën më të mirë se si t'i informojmë gjithë të rinjt, për shkak se domethënë në përfshatra të ndryshme domethënë kemi gjetë vende të cilat ato më shumë gjenden së bashku, domethënë shkollat e mesme dhe fakultetet, që besoj se në komunën e Kumanovës gjenden më shumë, domethënë sillen aty të rinjtë e komunës Likovës. Edhe nëse keni vërejt dhe seja kishte atë moshën dikun 16-24 vjet, ajo ishte qëllimi që të kyçmi shkollat nga fakulteti dhe nga shkollat e mesme. Po pra ju përmendet qëllime, domethënë, e projektit, po detyra kryesore, domethënë ajo pas cilës është formuar edhe projekti, cila është, edhe çfarë plane ka në të ardhmen ky projekt? Çfarë është paraparë? Qëllimi jonë është që ta krijojmë një organizatë edhe apo një strukturë rinore e cila do t'i përfaqësojë të rinjt, edhe e cila do të jetë e krijuar në principe demokratike, domethënë me
të jetë në formë të hapur, kështu që edhe ti krijojmë një plan i cili do t'i mundësoj asaj që pastaj të zhvillohet edhe të ekzistojë si e tillë. Normal për komunën e Likovës besoj se do t'jetë shumë lehtë për shkak se edhe ne si Qendra për Dialog Ndërkulturor jemi nuk ma nuk, kështu që i kemi gjithmonë si do të jemi mbështetje dhe përkrahje do t'i japim këshillit edhe pas mbarimit të projektit. Kështu që shpresoj se në këtë komunë do të funksionojë edhe pas mbarimit të projektit, po nëse i shoqërojmë edhe ata se pjesëtarët e këshillit iniciues sa janë aktiv edhe se sa janë domethënë entuziast të punojnë edhe sa u kanë dedikuar punës së tyre, nuk kam kur një farë dyshimi se edhe pas mbarimit të projektit, edhe pas formimit të këshillit rinor, ato do të gjejnë alternativa tjera të ekzistimit, domethënë do të punojnë në projekte të shumta në të ardhmen. Mirë, në rregull. Të gjitha këto organizata dhe projekte janë, domethënë janë jo qeveritare, organizata të cilat e mbështetin projektin apo jo? Po, domethënë nëse e ke fjalën për këshillin iniciues, po, CIDI është domethënë organizatë jo qeveritare, po ashtu edhe qëllimi është që këshilli rinor t'i përfaqësojë të rinjtë në këshillin rinor. Marrim pjesë edhe forumet rinore të partive politike me qëllim nëse qëllimi i këshillit rinor është edhe të përfaqësojë sa më shumë, kështu që nëse e shohim nga realiteti në shoqërinë tonë se sa përfaqësojnë forumet rinore politike, menduam se është me rëndësi edhe ato të kyçen, por nga fillimi i projektit është një fakt shumë interesant se kur punon me forumet rinore, qëllimi është rinia, kështu që edhe pse vinë përfaqësues prej domethënë partive ndryshme politike, prapë aty janë për të rinjtë dhe punojnë në interes të rinjve. Domethënë e kanë një qëllim të përbashkët. Patjetër. Gjithashtu në bashkëpunim edhe me grupet jo formale, edhe gjithashtu edhe organizatave tjera, përfaqësues të organizatave tjera dhe shoqatave kulturore, të cilat janë në komunën e Likovës. Kështu që domethënë puna me të rinj edhe të kesh qëllim rinin është shumë e lehtë të punosh. Dhe punë e këndshme sigurisht. Florin, para se t'i ftoj pjesëmarrësit e këtij projekti rinor, a keni të shtoni diçka për fund, diçka që e lëshuam dhe nuk e përmendëm? Ju faleminderit që na keni ftuar në emision, edhe më vjen shumë mirë që edhe ju si media lokale na e keni përfaqësu, domethënë e keni emitu evenimentin tonë, edhe në atë mënyrë besoj se edhe shumë tjerë do të ndëgjojnë edhe më shumë për këshillin rinor lokal në të ardhmen në komunën e Likovës. Edhe na ngelet, domethënë i ftoj gjithë organizimet rinore, ato cilët ndoshta deri tash nuk kanë dëgjuar që të kyçen këtë proces dhe të bëjnë pjesë që në atë mënyrë sa më shumë të rinj të përfaqësojmë. Harrova që pyes zyra, ku dispononi me zyra në komunën e Likovës, nëse ka të interesuar dhe ku mund, domethënë ku mund të drejtohen? Tash për tash jemi domethënë kuadër projektit, shfrytëzojmë lokale ndryshme, domethënë pavarësisht për shkak se disa organizata të cilat kanë përfaqësues vetë, organizohemi në atë mënyrë që pavarësisht prej nevojës mbledhjes i ndodhen mbledhjet në për organizata ndryshme, të cilët janë anëtare, po gjithashtu domethënë mundet të vinë tek komuna, kemi domethënë komuna është e informuar me këtë proces, kështu që mund të lajmërohen tek përfaqësuesit e komunës të nominohen nëse dojnë të dërgojnë përfaqësues të tyre në këshillin rinor të ardhmen. Në rregull. Florin, faleminderit shumë për këto të dhëna, për këto informacione. Suksese në të ardhmen me këtë projekt dhe gjitha projekte tjera që do t'i merrni përsipër. Faleminderit shumë edhe një herë, edhe ju uroj suksese. Miru takofshi. Të ndërruar autor të këshillit rinor iniciues, të ndërruar pedagog, të ndërruar mësues dhe të ndërruar nxënës dhe student. Përshëndetje dhe mirëserdha në ngjarjen e ditës së sotme. Ngjarja kjo e organizuar nga Këshilli Iniciues Rinor i komunës së Likovës. Në emër të Këshillit Rinor ju dëshiroj mirëseardhje dhe ju falenderojmë për prezencën dhe për atë se që pranuat ftesën. Ngjarja e ditës së sotme, pra konkursi për esej punësor i këtij vendi, është aktiviteti i parë i Këshillit.
Shpresojmë që kjo ngjarje do të paraqrijë edhe shumë aktiviteteve tjera të realizuar nga ky këshill. Jemi mbledhur këtu për ta përcjellë punën e këshillit iniciues. Në aktivitetin e sotshëm kemi organizuar konkurs letrar me temën Unë zëri i këtij vendi. Ky aktivitet ka për qëllim të bashkojë të gjithë të rinjtë të komunës së Likovës, duke kontribuar në forma të ndryshme, përmes ideve, shkrimeve, takimeve dhe aktiviteteve që do t'i japin mundësi çdo të riu të marrë pjesë, të dëshmojnë aftësitë e tyre dhe të bëjnë pjesë e ndryshimeve. Ky aktivitet edhe një herë dëshmoj se jemi të gatshëm të kontribuojmë për të mirën e vendit tonë, duke parë interesimin e gjithë të rinjëve në komunën tonë. Projekti për formimin e këshillave rinor është duke u zhvilluar në 12 komuna, ku pjesë e këtij projekti është edhe komuna e Likovës, që është bërë shembull për komuna tjera se si duhet të mbështetin të rinj. Andaj në emër të këshillit iniciues falenderojmë komunën e Likovës për mbështetjen maksimale që i dha këshillit iniciues të aktiviteteve tona. Tash do të ftojmë fituesin e vendit të parë të lexojë esenin e tij. Unë zëri i këtij vendi, duke kujtuar të kaluarën e vendit tim në etapat e ndryshme historike, të zhvillimit apo të mos zhvillimit të tij në nivelin e duhur të shoqërive të zhvilluara, marrë të parasysh ndodhim apo ngjarjet që e kanë çuar ose kanë penguar në rrugtimin e pandalshëm drejt zhvillimit bashkëkohor në të gjitha sferat e jetës. Unë si njeri i këtij vendi do e ngrit zërin e arsyes në çdo kohë dhe kudo që të jetë. Këtu e kam parasysh ngritjen edhe më të lartë të vlerave të bashkëmoshme që i kanë ruajtur të parët tanë, si që janë besa, nderi, humanizmi, respekti, dashuria e sidomos puna, që është shtytësi më i fuqishëm në zhvillimin e gjithashëm të sigurt. Unë dhe bashkëmoshtarët e mi, që të jemi zëri i këtij vendi, duhet të jemi shembull për të mirë, të edukojmë, të arsimojmë sa më mirë, që të jemi partës të sigurt të detyrave që na presin në jetën e përditshme shoqërore. Në këtë rrugtim është i bashkëmarrshëm mbështetja nga institucionet e përditshme të shoqërisë. E them kështu, pasi që ndjej të sigurt mbështetjen që na i dhurojnë institucionet tona, e ku në fakt në shumë raste ndjehemi të vetmuar, si në qiellin e kaltër në mëshirën së Zotit. Shoqëria dhe komunikimi ndërshoqëror janë baza e jetës së njerëzit. Po e cekë një thënie të një shkrimtar nga Kosova, Daud Demaku, i cili thotë: me lehtësi mund të bëhesh profesor, magjistër, doktor, akademik, general apo i pastër. Por shumë është e vështirë të arrihet grada më e lartë në jetë njeri. Të jesh njeri me virtytet e forta, pavarësisht se në çfarë pozite në institucionin je, ti po arsia në ndryshimin të shoqërisë apo ndihmesa e zërit të rinj. Institucionet kanë përgjegjësi të madhe në ecjen apo ngecjen e zhvillimit të gjithë mbarshëm të shoqërisë. Sidomos obligohen në këshillimin dhe kujdesin ndaj rinjit, sepse ata një ditë do të jenë zëri i këtij vendi. Me një përkushtim të tillë të djamshëm, ne të rinj në njëra anë dhe përkrahje institucionale në anën tjetër, dhe me punë të pandashme do arrihet qëllimi që një ditë të afërme të jemi krah për krah me shoqëritë të zhvilluara dhe të civilizuara të botës moderne. Unë atëherë me plot përkushtim dhe besim të lartë do doja të jem zëri i këtij vendi. Pasi qëndrimi i gjeneratave është sublim i shoqëratës njerëzore, atëherë me plot kuptim thuhet se rinia është armja e një vendi. Sa më shëndosh që qetë rinia, në kuptim të gjerë të fjalës, aq më i zhvilluar dhe e përparuar të kesh shoqëria. Megjithatë që u tha më lart, shumë gjëra të tjera, nuk i kam cekur, mund të them lirisht në vijën më të fortë tek vetja dhe tek bashkëmoshtarët e mi, se kjo është e mundshme të punë. Të dashur shikues, ne jemi këtu në emisionin Bonton, pas inserteve që i ndoqëm nga organizimi që u mbajt në komunën e Likovës të njëjtën, unë do të vazhdoj bisedën time me Ilir Osmanin dhe Shaban Saitin, të cilët janë përfaqësues të këtij projekti rinor. Faleminderit që pranuat ftesën dhe përshëndetje. Përshëndetje është mesi. Ilir, ju jeni bërthama e grupit punues, do me thonë këtij projekti, çfarë është kjo? Po, siç e ke edhe para folsim, kjo është program RENAL në kuadër të Bashkimit Evropian, programi RENAL IPA. Ne jemi, do të thonë, unë jam ndër personat e parë që jemi kyç në këtë grup punues, në këto aktivitete. Si të rinjtë të komunës, si të rinjtë që kemi qenë në komunën e Likovës, kemi qenë të interesuar për aktivitet, për aktivizim, për ringjallje, dhe në momentin që u krijua hapësira
kur vetëm më paraqit shpallën nëpërmjet komunës, si link paraqitje, të cilën e paraqiti Qendra për Dialog Ndërkulturor apo CIT. Më njerë në akt të aplikuam, dërguam CV tona dhe pasi morëm përgjigjen pozitive, vendosëm të kyqemi dhe më njerë vazhduam me trajnimet tona. Trajnimet cilet kanë zgjatur 5 javë, të cilet janë mbajtur në Mavro, me trajnerë të ndryshëm, ku kemi qenë paralelisht aty disa komuna. Në grupin tonë kanë qenë komuna e Divrës dhe komuna e Çajirit, nëse s'ka baj. Dhe pastaj pasi u formuan celulat të para, filluam të ecim në përbinar cilet i kërkonte ky projekt, filluam të bëjmë aktivitetet tona dhe dalim në pa si grup punues. Si ju informuat rreth këtij këshilli iniciues? Ne, domethënë si antar më të rinj të këshillit iniciues lokal, jemi informuar domethënë nëpërmjet një forme shumë efikase nga ana e grupit punues, të cilët janë kujdes për sa i përket këtij drejtimi dhe format e para të informimit kanë qenë rrjetet sociale, pastaj kontakti me antarët e grupit punues, si dhe nëpërmjet promovimit të këshillit iniciues në lokalitetet e komunës Likovës. Mirë. Po kush ju propozoi ju? Po, domethënë si referenca ka qenë komuna e Likovës. Përfaqësuesi i komunës së Likovës, Orim Salmoni, cilin shfrytëzoj rastin ta falenderoj publikisht. Duke qenë i pranishëm dhe ekzistencial vetë konkursi, ne dërguam CV tona siç e ka paraprakisht, ku morëm përgjigje pozitive. Ndërsa sa i përket kyçes antarëve të rinj të këshillit iniciues, kjo ka qenë një komunikat që ne kemi bërë ne si grup punues. Dua të cekë se si grup punues kemi qenë 5 antarë nga fshatra të ndryshme, po ashtu nga lëmi të ndryshme dhe organizata të ndryshme. Pas komunikatës së publikuar, secili antar ka pas të drejtë, secila organizatë ka pas të drejtë të nominojë një përfaqësues. Duke pas parasysh deficiencën e organizatave në komunën e Likovës, numri nuk ka qenë aq i madh. Mirëpo çka është e rëndësishme është se të gjithë ata që kanë aplikuar nëpërmjet organizatave kanë qenë qëllimi dhe kanë qenë shumë të motivuar për të kontribuar. Pasi kanë marrë përgjigje pozitive, më njëherë kemi pasur takimet tona, ku ne si grup punues, domethënë i kemi sqaruar çështjet dhe barierat që do t'i kemi së bashku. Pas mishërimit që patëm grupi punues me antarët e rinj, më njëherë kaluam në stadin e dytë, që ka qenë këshilli iniciues, dhe vazhduam me aktivitetet tona dhe me trajnimet të cilat besoj se Shabani është i thirrur të klasë më shumë. Patjetër. Pasi u formuat si këshill iniciues rinor, cilat ishin hapat vijues, hapat e tjerë? Po, siç e tha dhe Iliri, hapat vijues ishin mbajtja e trajnimeve, një cikli të ri, domethënë trajnimesh, tani më për këshillin iniciues rinor, në lidhje me atë se si ne si këshill do të mund që qëndrojmë mbi këmbët tona në rast të formimit si këshill rinor lokal. Edhe të trajnime natyrisht ishin të bëra nga ana e trajnerëve me eksperiencë në këtë fushë dhe kemi diskutuar lidhur me organet kryesore të këshillit rinor lokal që do të jenë dhe për gjithë mënyrën e funksionimit të këtij organi. Ku mbajtën këto trajnime edhe njerë më gjërësisht, ku trajnuat ju dhe si shkuan ato trajnime, sa zgjatën? Po, të thonë si grup punues, si që se ka paraprakisht, trajnimet janë mbajtur në Mavro. Ndërsa sa i përket trajnime me këshillin iniciues, ata janë mbajtur në lokalitetet e shoqatës Vizion M, këtu në Kumanov. Trajnimet cilat kanë zgjatur 5 javë, ku java e 5 ka qenë vizita në komunën e Likovës. Do thonë plot 5 javë. Po, 5 javë të plota, mendoj vikendave premte shtunë e diell. Dhe do të thonë kemi përmbush numrin e ligjëratave të cilat kanë qenë të përcaktuara nga organizata CIT dhe më. Pasi u mbajtën trajnimet, mendoj se këshilli iniciues edhe ne si grup punues ishim të gatshëm për të dalë në terren dhe për të ballafaquar me aktivitetin tonë të parë, të cilën e planifikuam qysh në trajnimet që mbanim këtu në Kumanov. Të njëjtën në komunën e Likovës u mbajt edhe një konkurs, një gardë letrare. Si vijoi kjo, si shkoi ky proces? Po, natyrisht pas asaj pjesës praktike që ndodh gjithmonë, vjen edhe pjesës teorike, vjen edhe pjesa praktike, ku gjithë ato cilat i kemi diskutuar gjatë trajnimeve, erdhi momenti domethënë që t'i hedhim praktikë ose t'i materializojmë idetë tona dhe ishte ide që të organizojmë një konkurs letrar në pros ku do të mund të merrnin pjesë domethënë gjithë rinjtë e komunës Likovës
të cilët do të ishin nga mosha 16 deri në moshën 24 vjeçe, me qëllim që të angazhohet rinia e komunës Likovës, pasi që kishte paradigme të ndryshme se një rini e një komune rurale nuk mund të organizohen për evente të këtilla, mirë po ja që ne e dëshmuam me rastin e ditës së që kjo komunë posedon një rini që ka kapacitet të organizohet për evenimente të ndryshme. A ishte ky evenimenti i parë mbajtur në komunën e Likovës me këtë projekt? Se jo, realisht ka qenë evenimenti i dytë, por arsye se evenimenti i parë është mbajtur një qershor nga një grupi punues, ku target kemi pas promovimin tonë si grup punues në lokalitetet e komunës. Domethënë, ky ka qenë projekti realisht si Këshilli Iniciues ka qenë projekti i parë, mirë po si grup punues ka qenë projekti i dytë. Konkursi letrar në esej në nivel komun. Dhe si rri edhe ky proces? Po, siç e thekë paraprakisht edhe kolegu, procesi ka qenë mirëmbajtja e procesit ka qenë në nivel të lartë, ka qenë i përbërë nga një komision mjaft cilësor adekuat, ku shfrytëzoj rastin t'i falenderoj publikisht për gatishmërinë dhe vullnetin që treguan Arsim Linuzin gjuhëtar, Ilyasa Salimin shkrimtar dhe Saranda Alinin poete, cilët pas një përfitim material apo personal pranuan ftesën t'i kontrollojnë esej dhe të nominojnë 3 më të mirët. Siç e thekë më herët edhe Shabani, konkursi ka pas kriteret e veta, cilët kanë qenë të mos përmbajnë më pak se 300 fjalë dhe më shumë se 400, të jetë pa botuar më parë, të jetë origjinal nga autori. Dhe domethënë Cila ishte tema e esejs, më falni? Tema e esejs ka qenë unë, zëri i këtij vendi. Temën e kemi zgjedhur ne si Këshilli Iniciues, ku kemi pas për qëllim që nëpërmjet kësaj teme të rinj të nxjerrin shumë definicione, të nxjerrin shumë ide, të japin ide dhe të shohim se ku ndodhet vedia rinore, sigurisht. Atëherë, ju përmendët vazhdimisht për interesimin e të rinjve, po mua saktësisht më intereson, a ka me të vërtet interesim nga ana e të rinjve, ju si përfaqësues keni arritur të merrni ndonjë ndonjë përfaqësues tjetër, ndonjë aktivist tjetër? Po, duke pas parasysh kohën në të cilën jemi, sigurisht se promovimi më të mëdha tash bëhen nëpërmjet rrjeteve sociale. Ne kemi hapur fanpage-n tonë në Facebook të Këshillit Iniciues, ku aty kemi njerëz që e përcjellin vazhdimisht. Mund të konkludojmë se interesim ka, mirë po jo edhe në nivel aq të lartë, por arsye se komuna jonë është komunë rurale, pastaj të rinjt ballafaqohen me shumë pengesa tjera, po ashtu kanë edhe shumë derte, angazhime tjera. Mirë po, sigurisht. Mirë po, nuk mund të themi se nuk ka interesim, ka të rinj shumë të motivuar, ka të rinj të cilët brengosen për çështjen e jetesës në komunën tonë, dhe kanë të rinj të cilët posedojnë talent, posedojnë fuqi dhe vullnet për të kontribuar. Dhe ne jemi momentalisht, fatmirësisht jemi porta e vetme momentalisht që le të ofrojmë këtë komoditet, ku të rinjt mund të vinë të akomodohen më njëherë, të ambientojnë dhe të japin idetë, këshillat, projekte të cilat mund t'i konkretizojmë dhe domethënë t'i kristalizojmë në komunën tonë. Në rregull, Shaban, cilat janë hapat e më të tjeshëm të këtij Këshilli Iniciues rinor? Hapat e më të tjeshëm të Këshillit Iniciues rinor janë që të formohemi domethënë si këshill rinor lokal dhe që në një farë mënyrë të detektojmë apo të identifikojmë çdo lloj problemi me të cilën përballen apo çdo lloj problemi i cili tangon rinin e komunës Likovës, me qëllim që edhe rinia e kësaj komune domethënë të ketë edhe me çka të merret. Do të kenë një port, siç e tha edhe Iliri, që ku të drejtohen lidhur me shprehjen e ideve të veta dhe të jenë sa më kreativ, natyrisht për të zhvilluar edhe më tej kapacitetet e tyre intelektuale. Për fund, cila është porosia juaj për gjithë ata të rinj që po na ndjekin nga televizioni? Porosia jonë për gjithë të rinjt është që të mos mendojnë dy herë dhe të thojnë po kësaj iniciative të këtij grupi të Këshillit Rinor dhe të na bashkangjiten, natyrisht nëse dojnë të kontribuojnë për vendin ku jetojnë. Po, atëherë, mesazhi im është se ne si të rinj jemi tashmë një popull, siç e ka dhënë të njëjtën në konkursin letrar, dhe mota jonë është koha për rinin, dhe vërtet është koha për rinin. Nëse mendojmë se kemi borxh këtij vendi, nëse mendojmë se kemi borxh shoqërisë, nëse mendojmë se jemi pjesë e kësaj shoqërisë, atëherë duhet të bashkangjitemi dhe duhet të kontribuojmë, sepse secili mund të kontribuojë. Në mënyrën e vet. Sigurisht, secili ka mënyrën e vet. Mirë po, duhet këtij projekti. Ky projekt është një mundësi e mirë, ku shpresoj se nëse asgjë më shumë do të shtoj eksperiencat personale.
Unë ju dëshiroj suksese në të ardhmen edhe ju uroj për guximin që jeni përfaqësues të këtij projekti. Suksese dhe faleminderit që pranuat jeni mysafir në emisionin tim. Faleminderit, kënaqësi është jonë. Të dashur miq, ishte kjo biseda e zhvilluar edhe me përfaqësuesit e projektit rinor. Ne si Medium ju ftojmë që edhe ju të kyçeni sidomos rinin ton dhe faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.